mos u shtini asnjë se shumë për para urës keni janë. Veç pak që ju lutem, veç pak që ti, mos u shtini prapa edhe të mija par, ju lutem në rini krejt rresht, mos u shtini se afër gjithë e urës e kalu. Nacionaliste, sjena këto është destabilizim, mos bëni thirrje nacionaliste. Për të shtu se gjua shqipe është gjuhë zyrtare. Në të dërrush me to që së është ashtu e ka gabim. Një nga një, a janë kriminele ata të kontrollohen një nga një, e i përpresim këtu një orë ata. S'është normale kjo.
kanë nxjerrë komplet prej rrugës që kanë pasur për ta. Student shqiptar prej Shqipërisë që kanë anë për krahje për neve shqiptar këto, i kanë deviju krejt për autostradës, i kanë qu komplet në krahje tjetër. Kjo nuk është normale, kjo absurditet, na nuk kemi të bërë krim. Na vetëm për kërkojmë drejta tona, të cilat i kemi të garantuara.
Përshëndetje një shqiptar dashur e kretë sebave Balkanit dhe botës. Nuk u shoh fundin për këtu, ta dini. Herën e fundit u ankuan se për flamurin shqiptar, shumë flamura. Që ju lu sot ngreni sa ma lartë flamurin shqiptar. Ne vim me protestu në formë paqësore. Studentët shqiptar nga Tirana në mënyrë të dhunshme dërgohen Kumanov. Protesta është në Shkup. Po dalim me protestu në formë paqësore, provokona rrugës. Dashur polici, edhe neve du të në mbroni. Dashur prindër, vëllezër e motra, student, koleg, nga Qashka e Ori Shqiptar, nga Kërshova e Likova legendare, nga Kumanova e Trimave. Qdo ku ka rezet arsimit, nga fushë lule bore, ku këndojnë këngë të naimit, që nga struga e netetov. Ku valon gjaku i shqiptarit, ku në rrit nëna me hale, gryk tradikës gostivarit, ku rjetrinin dimër të madhe. Dhe nga gjithë shqiptarit e bashkuar sot në Shkupin ton të madhë dhe krenar. Se bashku, shqiptar, bitë Shqiponjës, në një kaos të bandar, dër këtë shesh
i themi botës, rëtësisht jemi drena. Sa po mora lajmin, 3 studentë janë arrestuar, normal kjo, Se sot nuk kam arë të flasë atyre, sot kam arë të flasë me ju. Sepse këtë zëri është shqiptar, është zë që nuk është tyrë në shekuj, është zëri këtyre maleve, këtyre lumejve, i qërë që në ka folur nëna brez pas brezi. Dhe sot këtë zërë kërkon vetëm një gjë, të drejtë për të folur Shqip në tokën e ti. A ka kërkes për të drejtë se kjo, poshtë nga kërkon qumshtin, lumi kërkon shtratin, dhe ne shqiptarit në këtë tokë, nga jetuar e varosët të pare tanë, kërkojnë gjuhën tonë, amanetin tonë. Kjo nuk është privilegj, kjo është e drejtë kushtetuse e këti vendit, e drejtë evituar në marrëveshjen e orit, e drejtë që nuk varet nga humori i një ministri, apo i politike dhe një partije, apo i deputimi në komisioni. Kjo është e drejtë që lidh me ne, dhe sepse ne kemi qenë këtu dhe vëqdoj të jemi këtu. Shok e shok, sot në tonë, prisni. Tonë është vetëm teknikalitet, por unë një prisë. Edhe sa ko duhet një student shqiptar të pret për të dhonë provimet në gjuhën e ti. Sa ko duhet të pres një profesionist shqiptar për të shtruar profesionin në gjuhën e ti. Sa ko duhet pret një shqiptar në qytetin e ti, në 80% popullsi shqiptare, të pret të ketë tabelat në gjuhën e ti. Sa ko në presin që fëmijët tanë të shojnë emra në Shqip. Sa ko të pritur që jemi qytetar të plot në shtetin tonë. Dhe le ta dëgjoj mirë të gjithë. Nuk ka institucion që guxon me prek gjuhën shqipe. As Ministria e Drejtësisë, e as Gjykata Kushtetuese, e as Kushtetja. Dhe çdo do ngrit shkupin e kon, dhe ata në të drejtën e të drejtën se shqiptari është këtu. Mos mendojnë se kemi bërë. Mos mendojnë se në këto që bëni do të zhduke Shqipja. Shqipja kam bjetuar Cardushana dhe Sultana, kam bjetuar shtypjet e ndalime dhe përsëri do mbjetoj edhe pas nesh. Ky popull nuk zhduket nga vendime zyrash e as nga frika e politikës. Nuk lëvizë as nuk tunet mali se do në gjemi skali. Ne kemi qenë këtu para shumë pushteteve dhe do jemi këtu pas shumë tjerëve. Ne nuk po kërkojmë asgjë të re, po vazhdojmë rrugën e prindërve tanë që dolen në 68-ën, 81, 89, 94 për shkollën Shqip, për librin Shqip, për identitetin shqiptar. Ata kërkojnë abetare, ne kërkojmë barazi. Ata kërkojnë shkolla, ne kërkojmë institucione që respektojnë gjuhën tonë amtare. Betejë e njëjtë, fronti kanë ndryshuar. Dhe si që ata nuk u dorëzuan, as ne nuk dorëzohemi, sepse gjaku tonë jetonje që tresin e këti kombi. Na jetë gjaku Shqip. Shokë. A jemi misafir, ne këtu, a jemi ardha cak, ne jemi autokton, ne jemi vetë këton. Ne jemi shanjë të dorë, ne jemi bardari të shku, ne jemi timi të shku. Ne nuk jemi pakistë të dorë, ne jemi zotë në shtëpin tonë. Dhe gjuhë jonë, kjo gjuhë që mbjetoj për andori, dalime, tentativa për asimilim, nuk shuhet sot askur, e ta dim mirë ata. Ajo ka nevoj për ne, ta flasim me granëri, dhe ta bëjmë me dignitet. Ne nuk jemi kundër këtë shteti, është edhe shteti ju. Ne jemi këtu për dignitet, barazi, respekt, sepse barazia nuk është negociat, barazia është standard. Kolegë të dashur, njërit fëmijët tanë të në pysin se ku ishim, dhe ne do u përgjigjemi, ishim këtu, në shesh, në shkup. Dhe atyre që në thonë sot prisni, ne u themi nuk presim më.
sot jemi këtu, të bashkuar, nga Tetova në Shkup, nga Gostivari në Kumanov, nga Tirana në Prishtinë, të bashkuar me armatën ku qësi balistët, pulat e Prishtinës e Tiranës, plisët e Kanatikësët, asfaltët, e Elinët, kapsita e Mikovicës, e tu, tek të zotit të shtëpis, në Shkërcere. Dhe le ta dinë të gjithë, ky zë nuk shuhet, ky zë nuk dalet, ky zë si gjaku ynë kalon brez pas brezi. Prandaj, qoha shqiptar, të ngremi si student që kërkojnë një të drejtë, si qytetar që kërkojnë respekt, si shqiptar që kërkojnë të jenë vetja në tokën e të palve. Gjuha jonë të flitet, të drejta tonë të fituar me gjak do të zbatohen, digniteti ynë do të respektohet. Rob gjuha shqipe, rob digniteti shqiptar, rob të drejtë me gjak. Po më informojnë që kam rritë të Prishtinës një dorë të kritje krejt për ta. Përshëndetje shqiptar! Dëgjoni ju që sot jeni bërë bashkë me ne, dëgjoni ju që gjuha shqipe ju pengon nga kabinetet qeveritare deri në përditshmëri. Ne nuk jemi në tokë të huaj, ne jemi në tokën tonë. Në tokën që kemi amanet prestigjishme dhe që ne do alëm së një për tonë. Gjuha shqipe ka rënjë, ka lindur bashkë me jetën në këtë troje. Nuk ju kërkojnë privilegje, sepse privilegje nuk kemi pasur kur. Kërkojnë barazi. Ministër, je ullë në koltukun e popullit. Paguesh me gjesën e prindërve tonë. Vendos për fatin tonë. Mos e merra të karike për të mirëqenjë. Shqiptarët kanë kaluar kohë edhe me të vështira. Kanë kaluar kohë me dhunë, me poshtërime, me mohime. Por gjuha shqipe as nuk është dukur e as nuk do shduke. Zbatoni ligjin. Sot nuk jemi më këtu vetëm për provimin e jurisprudencës. Sot jemi këtu për respektimin e gjuhës shqipe, për dignitetin tonë, për barazin tonë. Ministër, të parën herë u adham fjallën se nuk tërhiqemi. Sot ju ajapi përsëri, do qëndroj. Dhe të gjojnë i mirë. Dhe ta të gjojnë mirë. Macedonia e Veriut nuk është vetëm me macedonësve, por është e macedonësve, e shqiptarëve, e turqve, e romëve, e bleve, e bashkjarëve, e çdo komuniteti që jeton present në këtë tonë. Ministër, respekto kushtetutën dhe ligjin. Aq kërkojmë, ne nuk zbrasemi. Faleminderit. A ka mundësi pak të shpërndani pasi pas është shumë e bllokuar ura. Shpërndani djathtas dhe majtas, i lutem. Të dashur student, të nderuar qytetar, të respektuar profesor dhe të rinj, sot jemi përsëri këtu. Jo sepse kemi dëshirë të protestojmë, por sepse ende nuk kemi një përgjigje. Pas protestës së parë pritëm reflektim, pritëm dialog, pritëm përgjegjësi institucionale,
pritëm harmonizimin e ligjit për gjuhët me ligj për jurisprudencën, por ajo që morëm ishte heshtje, vonesë dhe përpjekje për të relativizuar kërkesën tonë. Dhe sot po e themi qartë, studentët nuk do të lodhen duke kërkuar të drejtat e tyre. Ne nuk kërkojmë favore, ne nuk kërkojmë privilegje, ne kërkojmë vetëm ato që është normale në çdo shtet demokratik, që aprovimin e jurisprudencës të japim në gjuhën shqipe në të cilën edhe kemi studiuar. Si mund të na kërkohet të ndërtojmë drejtësi nesër, kur sot pa drejtësia ushtrohet vetë mbi studentët? Kjo nuk është vetëm çështje akademike, kjo është çështje dinjiteti, çështje barazie, çështje respektimit të qytetarëve të këtij vendi. Ne besojmë në një shtet të barabartë për të gjithë, besojmë në një shoqëri ku askush nuk ndjehet qytetar i dorës së dytë, besojmë në institucionet që nuk matin të drejtat sipas përkatësisë, por sipas parimeve të drejtësisë dhe demokracisë. Sepse vetëm një shoqëri që i trajton të gjithë me barazi mund të ndërtojë stabilitet, besim në të ardhmen evropiane. Ky është mesazhi im. Studentët nuk janë problemi i këtij shteti. Studentët janë e ardhmja e këtij shteti. Prandaj sot edhe një herë i bëjmë thirrje publike ministrit të drejtësisë, zotrin Filkov, mos e trajtoni këtë çështje me arrogancë institucionale. Mos heshni përballë nga kërkesë legjitime, sepse çdo vonesë është mesazh që sistemi nuk po dëgjon studentët. Po ashtu, i bëjmë thirrje edhe kryeministrit Kristian Mickoski. Mos e lini këtë temë të mbetet vetëm deklarata për media. Tregoni leadership, tregoni se kishte ditë të zgjedh problemet përmes dialogu, drejtësisë dhe respektit. Dhe një mesazh për të gjithë përfaqësuesit politik shqiptar. Studentët nuk kanë nevojë për gara, deklaratash apo reagime të përkohshme për publikun. Sot kërkohet koordinim, përgjegjësi dhe angazhim konkret. Kjo është një çështje që duhet i bashkojë të gjithë, pa dallim partijake, sepse ka të bëjë me barazinë, drejtësinë dhe të ardhmen e të rinjve. Sot jemi më shumë se herën tjetër. Sot jemi më të qartë dhe më të vendosur. Dhe po e them me përgjegjësi të plotë, sa më shumë të injorohet zëri studentëve, aq më shumë do të rritet revolta qytetare. Sepse ne jemi të qetë, si që keni parë deri më sot, por e kam thonë, e them, dhe do ta them, ne rebelohemi kur na mohohet e drejta. Kjo protest mbetet studentore, mbetet paqësore dhe mbetet e pastër. Faleminderit. Autobusi me studente nga Tirana është momentalisht në Ilindenja duke ardhur për të na bashkuar edhe neve këtu, ndërsa edhe një kërkojmë nga policia të lirojë studentët arrestuar, sepse ne nuk jemi provokatorë në këtë vend. Ne kërkojmë vetëm gjuhën shqipe.
Të nderuar student, të nderuar qytetar, të nderuar shqipfolës. Sot nuk jemi mbledhur këtu për t'u ankuar, e as për të kërkuar mëshirë. Jemi këtu për të rikujtuar se të drejtat që fitojnë me mund nuk falen, as nuk harrohen. Me këtë zët studentëve nuk ndjej zhurmë, por ndjej ndërgjegjen e një populli që refuzon të nënshtrohet. Andaj, sot jemi para jush me mesazh të qartë. U rikëthem këtu për t'ju thënë, gati jemi, gati jemi lidhur, gati për të kërkuar të drejtat tona, dhe gjithmonë gati për t'i jetuar ato. Gjenerata ndryshojnë, por kauza jo. Nëse duhet me këmbgulje t'ju bindim për seriozitetin e qëllimit ton, ja ku na keni. Nëse duhet t'ju rikujtojmë obligimet që prodhon ligji për përdorim gjuhëve, do të rikthehemi përsëri. Nëse duhet t'ju dëshmojmë që vullneti ynë është i palëkundur, do të lodheni ju, jo ne. Në fund të ditës e dim që të gjithë legitimitetin e kërkesës tonë. Prandaj kërkojmë që nesër të miratoni atë, me pragmatizëm, pas varritje, pa hapur plak të reja për t'i harruar të vjetrat. Dhe mos harroni, gati jemi. Sot nuk u tund vetëm mura e gurit. Sot u trithi gjithë Shkupi dhe le ta dëgjojnë çdo institucion se heshtja nuk është opcion. Falemderit Prishtina, falemderit Tirana, falemderit gjithë shqipfolësve, gjithë shqiptarëve që erdhën këtu për të na përkrahur neve. Dashur. Koleg, do ju lus pak, t'i presin kolegët tanë prej Tirane, tani janë të zri prej busave të na bashkangjitën këtu. Dërsa këtu, u kam një mesazh, lagët i kemi e ndetë të reja, nuk jam vjetërsu. Prandaj, sot s'kemi dalë më vetëm për provimin e jurisprudencës, kemi dalë për zbatimin e gjuhës shqipe në institucionet në Republikën e Maqedonisë Veriut. Ne mos i kejnë ngajlet e një fëmije tanë, si që kam patë prindërit tanë, e në gjyshin të tjë. Përsho shumë ftyra të reja këtu, shumë e shumë njerëz nga era fundit, dhe ju faleminderit. Prej një kaos që ishte vetëm për studentët e drejtësisë, ju nuk nga latë vetëm, erdhët të bashkuar, e tani do i shkojmë deri në fund qëllimit. Nuk ndahet protesta me provimin e jurisprudencës. Të gjitha.
Dashur koleg, dashur prindër, dashur shqiptar. Me krejt sebave tash kthehemi rrugës që kemi ardhur. Ju lutem mos bini prej provokimeve. Studentët Tiranës janë atje të uragurit, takohemi me ata atje. Faleminderit shumë edhe një herë që erdhët.